Ndahet nga jeta legjenda e muzikës country Dolly Parton. Legjenda e muzikës country Dolly Parton ka ndruar jetë në moshën 80 vjeç. Lajmi është konfirmuar nga familjarët e saj përmes një video të publikuar në rrjetet sociale. Parton kishte një karrierë të jashtëzakonshme që zgjati më shumë se 6 dekada dhe u kthye në një prej figurave më të dashura dhe më të njohura të muzikës në mbar botën. Ajo u bë famshme me hitet si Jolene, Night to Find, ndërsa ishte gjithashtu aktore dhe producente dhe filantrope. Vdekja e saj vjen vetëm pak ditë pasi këngëtarja kishte folur publikisht për gjendjen e saj shëndetësore në një intervistë të fundit. Ajo tha se po kalonte kohë të vështira me shëndetin dhe se ishte ende në fazën e rikuperimit. Ajo kishte përmendur gjithashtu episode marramendje dhe dehidratimi, të cilat e detyruan të anullonte disa dalje publike. Parton, e cila humbi bashkëshortin e saj në mars të vitit 2025, pas afro 60 vitesh martesë, kishte treguar se gjatë kujdesit për të kishte lënë pas dore problemet e saj shëndetësore. Me një karrierë që nisi në vitet 60, Dolly Parton la pas një trashëgimni të jashtëzakonshme në muzikë dhe kulturën amerikane, duke u shndruar në një ikonë botërore të muzikës country.